Përshëndetje të nderuar të shikues, fundish një edicion informativ të lajmeve në Report TV me mua Nida Vladi. Këto janë titujt kryesor të orës 22:30. Report TV zbardh foton e turistit portugez si dhe dinamikën e vrasjes së tij mëngjesin e 18 gushtit në lokalin Principote në Ksamil. Autori dyshuar Sokrat Bata, punonjësi i lokalit, ka deklaruar se konflikti nisi për zhurmën dhe se thika ishte e viktimës. Për ngjarjen janë arrestuar 11 persona, ndërsa 2 janë në kërkim. Tragjedi në orët e para të mëngjesit në Manës të Durrësit, pasi makina me të cilën udhtonin 5 të rinj doli nga rruga. Një çift i martuar të dielën dhe një i mitur humbën jetën në vend, ndërsa 2 të tjerë mbetën të lënduar. Report TV siguron pamjet e momentit kur ndodh përplasja, teksa të rinjt po ktheheshin nga një festë. Barka turistike u përplasën teksa transportonin turist nga Komani në drejtim të lumit të Shalës. Incidenti ndodhi në liçen dhe më pas turistët, mes të cilëve një i huaj, u nxorën në breg me mjete të tjera lundruese. Të lënduarit jashtë rrezikut dërgohen në spital. NATO thotë se është gati të përballet me çdo kërcënim dhe të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur aleatët e saj. Deklarata vjen pas paralajmërimit të Iranit se do të godasë të gjitha bazat amerikane në Europë nëse Donald Trump përshkallëzon konfliktin me Teheranin. Feste pazakonte presidentit të klubit të Dinamos, Adrian Bardi, pas fitores me Audan që e çoi në play-off të Conference League. Pamjet nga dhomat e zhveshjes 5 ditë më parë, të cilat po bëjnë xhir në rrjetit me tufa parash që dalin nga qese plastike, ngren një pikpyetje serioze mbi aspektet financiare të menaxhimit të klubit dhe burimin e fondeve që ofrohen si shpërblim në mënyrë vulgare.